Miqtë të dashur, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në një emision më të ri të realizuar në Radio Televizioni Fontana. Sonte kam nderë dhe kënaqësi që do të ndajmë një bisedë dhe një intervistë me një këngëtar të mirëfillt të muzikës shqipe, zotrin Mehdi Berisha. Me Diun kam një krenari ku kam në studio, pasi që kam bërë ftesa ndoshta të njëpasnjëshme, por ngarkesa e tij aq e madhe për muzikën, për udhëtimet që i bën jashtë vendit dhe në Kosovë, por gjithsesi edhe për angazhimet e tij me videoklipet dhe me këngë të cilat din t'i sjell aq të mirëfillta dhe të mira me Diu, sonte ka gjetur kohën që të është në studion tim dhe unë jam shumë e lumtur që do të ndajmë një intervistë së bashku me Mehdin për të gjithë shikuesit e televizionit Fontana. Mehdi, kam kënaqësinë që të kam në studio. Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën. Njëherë të kërkoj falje se shumë herë të ka volazë më thirr, po siç e tha edhe vetë, unë jam zakonisht shumë udhëtoj. Ja që erdhi dita që ti je mysafiri yt, me kënaqësi kam ardhur shumë më rekonë. Faleminderit shumë. Edhe unë e kam prit me padorim një intervistë të tillë. Faleminderit. Pasi që gjenerata juaj e cila ka sjell muzikën tamam shqip për troje të gjithë Kosovës, është gjynamos me pas një komunikim, një intervistë, edhe ndjehem shumë krenare që jemi ne sonte. Faleminderit shumë. Zotri Mehdi, një fillim për ato rrugtimet e tua të karrierës tënde muzikore, pasi që ti ki thuajse një jetë në skenë dhe në muzikë, por që shka nis ato rrugtimet e tua, që shka arrit mas por mi bind familjen që po don me knu. Sinqerisht, një pyetje shumë interesante ma bëna. Nuk e kam pas shumë lehtë, se atëherë si i ri, në shkollë fillore, kishin ma qef prind më punu, minimu pak atin që punohet, po në ashtu fillova me këngën. Në shkollë fillore ja kam fillu, edhe e pan edhe ata tani që më mirë, edhe prind edhe u pajtu ndikur, në pajtu pak me vones, po u pajtu. Po, pak me vones. Po, pasi që gjithmonë prindrit një djalë presin që të punon, sjell të ardhura në familje, ti mban me ato pjesën financiare, por atë karrierën dhe ato që ka mendon edhe që ka synon, sidomos për djalë, që kur të është djalë mendojnë që është diçka e humbur për një kur fëmijë në familje, kur e ke filluar atë pjesën e rrugtimit tënd, kur e mban mend ti vetën tënde që aty ke një mas shumë të krenari që ke fillu rrugtimin për muzikën? Po në fillimisht në shkollën fillore Rilindja në Trstenik, se në Trstenik e kam kryer shkollën fillore, aty për një ditë shkollë, s'kom dalë mas pare me këngën, një këngë për shote Galicën, pa ta kënu, besa kënova bukur mirë, për krahën publiku, se ishin zonca e prindve që veshin ishë mirë, edhe aty e kom pa që kam talent. Edhe së qëmë nalë talent, kur kom kalu në shkollë të mesme, veç kom fillu, nikon moshën 16 vjeqare, kom fillu më shumë në përdasma. Në përdasma? Qysh ka qenë atëherë organizimi një dasme, me performu me një dasëm, edhe qysh është tash? Po edhe tash është mirë, po për mu merr malli, kam nostalgji për atë kohën e kalume, për sidomos para lufte, edhe bukur shumë para lufte, ishtë bukur dasma me burrat mirë, me burra pleq, burra që ja dinin në renin, që kishë fjallë burrash, ishte një knajsi edhe kur e fillojshim këngën më kënu na, nuk njihej kush nod. Qëtësi absolute. E tash dalojnë pak, tash
nuk negojnë qaq, po tash po ja u bojmë mirë se po morim edhe zërimin edhe në për oda. Po. Ata bërtit na bërtit dhe po kalojmë dyqysh. Po një partollovie. E përpara ka qenë, përpara është ndëgju kënga ma me vëmendje, sinqerisht mund tjetë edhe se na gjithmonë jemi thirrur në atë këngën e traditës, në këngën folklorike, në këngën patriotike, që më ju tregu pak popullit që ku jemi, qysh jemi, që jemi trobnum, herojt, se lufta jonë ka fillu shumë përpara se sa lufta e fundit. Në luftë jemi kanë gjithmonë me shkaun. E na jemi mënu me majt atë moralin e njerëzve, më thonë vërtetën me këngë. Nuk e kem pas letë, se jemi kanë edhe të ndjekun prej pushtetit. Fatkeqësisht edhe shqiptar ka pas, po jemi kanë, unë edhe i burgosun jam për këngën. Për këngën. Atë do është edhe me dalët për me të pytë që shë keni kalu që të prejudhen rrezikshmërisë, ku ju nuk keni qenë të lirë për me këndu, për me performu, por mendon që ndoshta nga njëherë sa ma shumë që të kufizohet një drejt, qash ma shumë lufton për qatë drejt? Po, ne si këmbë jemi kanë të kufizu, edhe të e ditë ato, na nuk jemi rrujt, për shumë kërja kemi fillu me Rifatin, na fatmirësisht kemi pas punë edhe ne pushtetin na ka urrejt, edhe Rifatin e patin largu prej pune, unë u burgosa, kemi pas punë gjithmonë me burra patriota, na jemi kanë të familjet patriotike ndasma. Që kemi kalu bukur, nuk kemi pas frikë, ka pas najt dasëm aty këtu që vike në një, po e në konë ata burrat e meqem që të epshin shaj që tash nuk është oda e pastër. Nuk ka qenë litë. Agjeneti, qësh është një rrugtim me Rifatin, me Agjen Rifatin, me një muzik, a keni qenë edhe në kohët ndoshta ma të vështira bashk, kur e keni nisat rrugtimin tuaj dhe sa keni ata primitetin në aspektin e këngës, edhe shoqënisë? Unë Rifatin nuk e konsideroj si koleg, e konsideroj si prind. Unë jam rrit me Rifatin edhe sinqerisht kur ka vdek prindi, unë jam met me Rifatin, jam met shumë i ri. Thuja që unë jam rrit me Rifatin, me këshillat e Rifatit. Rifatin e njoh si prind, si prindin e dytë. Bukur shumë. Agjeneti, qysh ke arrit me mbajt gjatë gjithë këtij rrugtimi të gjatë tjetës tënde, me mbajt që ka që mirë një ritëm të muzikës edhe me pru diçka që asnjëherë nuk ka me dalë prej dëshirës njerëzve për të ndëgju. Kush është për kujdes për ty në pjesën e teksteve të këngës, sa ke qenë detajist, atëherë ti je edhe krijues. Koleg. Krijues pa dyshim. Po diçka të ka ofruar ndonjëherë dikush që të interpretosh? Po. Dhe nuk të përshtatur ndoshta në karakterin. Ka që kom marrë dhe prej dikuj, ka edhe që kom porosit, po zakonisht këngët e mira, domethënë këngë që më kanë dëgjuar më shumë që i kom shkruar vetë, se që aty e një vetën, e shoh vetën në për ato vargje. Gjithmonë e di çka po du. Në rregull. Performimi në përdasma, a shkakton lodhje, a ndjen veten gjithmonë të gatshëm që të marrësh pjesë në përdasma, ka ndodhur ndonjëherë të jesh i lodhur, por të jesh i detyruar të shkosh? Unë prej mas lufte, se mas lufte kom dalë në Belgjikë, kom dalë për më naj pak, po ja që meta. Mas lufte me njëherë kam kalon muzikë popullore, se që ato vitet e para nuk e deshtën më folklore, u bom pak ma evropian se sa që duhet, nuk e deshtën shumë folklore, nuk ka qenë letë, nuk më kalu me njëherën popullore, me vllaun me Veben, edhe me djalin me Latin, e kom zonë hapin mirë, se kjo është, po që ti ki hapin nuk mund është me zonë, nuk e kom pas letë, se artistin gurbeti e hanë, të djegë. Unë e kam punu, unë kam punu shumë që t'jam me popullin edhe i popullit. Edhe i popullit. Qysh erdha jo bindja ose ajo që ta bindësh vetën që t'iksh në Belgjikë? Rasisht. Edhe çka të bani tani me nejt, edhe çka është më interesant? Parja. Se gjithë.
Unë kam shku, masi u kry lufta jam dalë në Belgjik. Jam shku te në Gjermani të vllazit i herë më kanë marrë, tani jam shku te dhonrit e Nexhatit në Belgjik, jemi te motra. Jemi vendos aty. Unë sinqerisht kam menuar që rri 2-3 muaj, se shtëpinë ma djegen, u vran do kushëri, u vran shumë ma ditë. Edhe thash, hajt, të bëj diçka se nxerr rash. Fillu dasmat, filloi muzika. Hajt edhe një mrami atëherë muzikore në për diskoteka, në për dasma popullore, hajt edhe pak, veç edhe pak, edhe shtu pare, edhe hajt edhe një dasem tjetër. Ja që i meta atje. Qysh ka Unë jetoj në mes Belgjikë dhe Kosovës. Zakonisht njëherë mu i vi gjithçysh, e ka herë 2-3 herë. Vjen të ndoshta edhe për angazhime, për angazhime. Qysh e ke kalu pjesën në Mërgem? Është e ranë. Sa ke arritur të adaptohesh fizikisht, shpirtërisht e di që s'të adaptohesh asnjëherë. Asnjëherë. Aty dashta dhe s'dashta duhet më adaptu. A ka një korrekcim më të madh ndoshta në pjesën e performancave edhe të muzikës se sa tek ne? A e dojnë edhe ata muzikën tonë folklorike, popullore? Belgët e ki fjalën? Po. Shtetasit belga, po? Po, aty. Ndëgjone, po. Kur kam shku për intervizë, më dhirë në komesariat thiret atje, dhe unë kisha shumë shkryshin në gazeta që media dul në Mërgem, atë Shkaj me po, edhe shkryshin shumë, unë i ruisha, mi qajshin njerët edhe i ruisha, sa atëherë nuk vishin gazetat, po mi dërgojshin. Edhe kur më shku në komisariat, ju kom të regu që unë jam që ky, kur e kanë pa, nuk ndodh aty më të qitë kafe, më kanë pru kafe, kanë ndërprej intervjisen, dhe kanë lajmë misësisht me mu, dhe artistin e vlerësojnë shumë. Une, pa u bo 3 vjet i kom marrë letrat belge, pa u bo 4 vjet e diçka ma kanë dhanë shtetësin belge, pa e ditë gjuhën. Ato ma kanë dhanë si artist, më kanë respektu për stepër. Kjo është një pjesë që prap nuk të bën me i rapi shmën që ke kalu. Pa jo, a disë që është puna tash të fëmija, të rritja fëmijëve. Apo më nëshë mirujt fëmin, sa po më nëshë me rujt gjuhën, me gjithse fëmija mi e din ma mirë gjuhën Shqipe, si sa atje ku jetoj, se unë jem konë strikt në shpitame, nuk u zënë më u folë gjuha belge, ka më u folë Shqipe, dhe sot, na e kemi një biznes atje, kam një restoran, dhe fëmija mi komunikojnë shpesh Shqip në me vetë. Jo shpesh, po shumicën e rasteve komunikojnë Shqip. Do më thonë, tamam shqiptar. Tamam shqiptar. Edhe kur vinë knena, fillimisht kur kanë ardhur vitet e para knena, shumë njerëz kanë menuar që nuk e dinë atë gjuhën atje, se këta komunikojnë veç Shqip. Veç Shqip. A që vete, a kanë dëgju ata, a kanë përcjell ata hapat e tu të muzikës, edhe sa ke qenë ti iniciator që ata të vazhdojnë me muzikë, apo ke pasur dhe ti dëshirë si kejtë prind t'i kemë fëmijët, o doktor, o diçka me shkencë, me... Iniciator, jo, as pak s'kum qenë, se kjo është me të lindë, kjo është diçka që lindë, po merën, unë djalin e kam orkestrus, kemë studion tonë, është lati, edhe në përdasma, do të thonë zakonisht me latin në shkoj, këtë fëmija merën me muzikë, do thonë edhe Trimi, edhe Nderi, edhe Keni, janë muzikantat mirë, ka herbam kur kemi mundësi që vim në sezonën e dasmave, i marrë gjithë, dikush është me sinta, 2 me sinta, një me tarabu, po vajza he. Vajza nuk është marrë me muzikën, ajo është të e kry mjekësin, është një ndër studentet më të mira në Universitetin e Antwerpenit, Anvers, i thojmë na. Jam shumë krenar me ta, do thonë, qashtu ka qef që jemi po thmin, me gjithse kretë kanë shkollu, po tash janë lidhë një biznes familjar. Kompita për vajzën, se veç tash i sholas më thotë s'kam. Se vajzat janë diqysh... Kam vajzë dhe djallë, i kam shkelqimin edhe Dorontinën. Dorontinën edhe shkelqimin në luft, do më thonë, kanë lindë. Kanë lindë luft. 3 prill, 99, kur... Ata pjesë e historisë? Shumë. Shumë. Sa ju ke folur Meti për historinë, pasi që ata vetëm kanë lindur? Gjithmonë. A e din pak a shumë atë? E din shumë mirë.
Une bile vajza lexon shumë dhe nuk ka shansu në më shkua nena pa ja që një libër prej kajt i porosit. Mor diçka me lexu. Lexon shumë shqip. Zotri Medi, cilën e kiti një këngë ma për shpirti, të cilën unë kam dëshirë me transmetu në emision, që ta ndëgjojmë. Por pa gjetë ti ato që e ki më për zemër, edhe ndoshta që e mban men edhe fjalët edhe tekstin edhe krejt çka e ke punu. Pa jo në këngë ti du, tana i du këngë. Krejt ato jënë si kur fmit e tu, krejt. Po, është një që da ka ndosht populli shumë, që përqafun atë këngë, është 3 ditë bukura, është këngë e mirë, kam halamat mira knena, po ato e deshtën që ashtu. E deshtën, 3 ditë të bukura. 3 ditë të bukura, tash e kam edhe një matë mirë, që e kam po me Juve, me televizionin Fontana. Po, me Fontana Production. Po, është bukurit vinë ren me ren, është diska shumë e bukur. Atëherë, për me u rikthy edhe me folë edhe për projektin e fundit që veç se e ke realizu me Fontanën, ku ndoshta nëse është gati ose edhe ke hedhur në faqe edhe kemi me ndëgju edhe në fund të intervistës, por si fillim që të mes ta ndëgjojmë i këngën që veç Maceke që the që ka qenë më dashur edhe më e kërkuar, por edhe që ndoshta për ty ka qenë edhe diçka që e ke pa mas shumë të dashur prej publikut. Okej, që ato për zjedhim që ato, me dhe se ka dhe shumë tjera, po që ajo. Okej, në rregull. Atëherë do ta ndëgjojmë këtë këngë të Zotrit Medi Berisha, kërkoj prej regjisë që t'na e përcjell, që ta vazhdojmë më pas edhe një pjesë të intervistës, por mbasi të kthehemi prej këngës. Atëherë dëgjim të këndshëm me këngën e Zotrit Medi.
U rikëthyem edhe pas kësaj këngë mjaft të dëgjuar dhe shumë të bukur të Zotrit Meti për të biseduar bashkë në pjesën e dytë të intervistës. Zotri Meti, cili është zhandri që ty të flanë shpirt, pavarësisht që publiku dën folklor, dën popullore, dën balad, gjithë çka dën, por atë që ti më shumë ti e ndjen kënaqësinë për interpretim? Po gjitha i dua dhe në gjitha zhanrat kam kënu, domethënë gjitha zhanrat kam, gjitha zhanrat jo, po popullore, folklor, domethënë kam folklorin flan e du më shumë. Më shumë ti. Se në folklor ka tema, ka tema që nuk bën bajat kurrë. Po, edhe nuk hargjohen. Jo, nuk hargjohen. Asnjëherë. Zotri Meti, qysh e kalon atë pjesën e pushimit në Kosovë gjatë sezonës të verës, edhe sa mundesh me morë frymë prej njerëzve që të thirrin për intervistë, që shtë që sikonon e që të kanë thirrë. Në për intervista, unë faktikisht kohën e fundit po pranoj ka pak, nuk kam çu shumë në intervista, edhe koha nuk më thënë, nuk e di, domethënë pak i zgjedhë venat ku shkoj. Koha e verës, sezona e verës është e ngarkuar, mos pushoj verës. Domethënë korriku dhe gushti dhe këto janë ngarkuar me tepër, saqë nuk kam kohë, po thoya frymë më marr. Së di jam veç nëpër dasma, ka herë 2 dasma në ditë i kam. Çish e parashë muzikën e folklorit dhe populloren sot tek gjeneratat e reja, sa po bin ata diçka të rëndësishme, sa po kultivojnë muzikë art për veshin, jo për syrin. Po tash më varet që për shembull në familjen tonë, na thuja që nuk e kem trashëgu, se nuk e kem tradit për para, po kem fillu prej meje, është vllau Veba, dhe tash edhe kur të plak nauna që do më thonë vesh thuja që u plaka dhe një ditë s'ka më mujtë më kënu, po jetë lati merret me muzikë, hala është një nderi që kënon hip-hop, po muzikën një halan fjollës, është Fjolla Berisha, motra e vllaut, që ajo është ka kultivon muzikën shumë mirë, shumë shqip, shumë pastër, shumë këngë të mira, pi modernizojnë me Veben dhe po dalin shumë bukra, kështu që prapë të na jetë dikush po. Zotri Meti, a ke menduar që këngët t'i rikthesh edhe në ndonjë pjesë libri, të cilën ta mbash ti ose ta lesh si trashëgimi të... Është gjëna mos mi botu, që unë për shembull bashkë kam një këngë shumë të mirë, ma pa të në morë në qike Shqipnis, ma pa të morë, pa më pyet fare, e këshin hup autorsin, teme, nuk ish let, dhe ka me miliona klikime, dhe të ajo dhe të une, edhe reagova, ju pa ta reagu, desha me jau hek për YouTube-ës, po është një agencion, një Eurolindi që tu intervenoj, tha jo, adin për hatër tem, fatkeqësisht, autorsia nuk bën më hup, këngën mundet të ta marrë dikush, Pikërisht. Du të më bisedu, pyet, me marrëveshje, mja dhonë, e jo vish me marrë këngën edhe mja hup autorsin me po për veti. E mira është mi botu.
menoj mi botu. Më smir te. Është mas miri. Këto edhe në YouTube, jesin si vepra tua, se se cila kanë kërë ka spotin, shkru në autorësia, shkru në autori krejt, po nuk e bojnë tonë, se na edhe nuk, fatkesisht nuk e njojmë shumë ligjin e kongës, do më kujton që është kongë edhe hajtë. Jo, nuk është ashtu se, nuk është shumë letë me bo një kongë të mirë, për me marë tjetrit gashme. Unë vetë për vetë e kënoj kongë dikujat për shamull, po e pys, a ban, si ja hupi autorësin, me gjithse kam shumë pak të hujat, po nuk mund me ja hupi autorësin. Videoklipi i fundit, Zotrimedit, se cilin e ke realizuar, sa ka morë kohë të realizosh, sa kërkon pak perfekcion në videoklipe, a je dokësh pak që më konë pak i fështirë në atë pjesë? Jo, nuk jam, po këta tonë piskasin për me. Ti qka po, fshan? Me Rinorin, pare që aty të full me ta, është të pramëtën e publikoj kongën, dhe thasha, po intervenon një vish një farvenin nëse së të kom lodhë, tha pak më ki lodhë dhe që tasha, e i kish pa thonë vebs, vlavt, i kish pa thonë, ku, shumë i zërshën për baci me dy më përnome, por nuk është ashtu. Po ju do këtë këtyle. Jam pak, nuk kam qef më dojnë sa ma mirë. Do më thonë, po aty është, qaj sa ma mirë për mu, është edhe mirë për produksionin. Jetu ne i falemdroj produksionin që janë përkushtu. Maksimum kemi gjiru 2 ditë për ndërprej. Falemderit Basen Zeq, falemderit Endritit, falemderit krejt ekipës. Krejt ekipa janë. Jam të mirë, se të cili ma i mirë si tjetëri, po Basi Zeq është Basi Zeq. Po, pikërisht drejtori. Edhe na ka shoqëru pa ndërprej, 2 ditë na ka shoqëru pa ndërprej. Ju ka shoqëruar. Okej. Tash a ke arritur të jesh i kënaqur, edhe a ka ndodhur që ndonjëherë mbas publikimit të videoklipit thuash se çit pjesë kisha jek? Gjithmonë është ajo. Gjithmonë edhe kur e kënoj shkongën, mas një kohë, ki më thonë, që të ku mujtë mja bo pak ma ndryshe. Që të ku mujtë me bo, diçka ma ndryshe. Po ajo publikohet edhe jetë që është. Po Kosova, a i ka vendet e bukura për me realizu? Ka vend ma të bukur në botë. Tash, sinqerisht, jo që jam në vetë i Kosovës, por nuk me unë kom shëtit gjithka, kom shëtit Evropën, kom shëtit në Amerikë. Në vendet bukura kom shëtit gjithka. Kërkun nuk më pëlqen ma shumë si Kosova. Na i kem bjeshk që i ka Kosova si ka kush heq. Pamen që i ka Kosova, se ka kush, është ajri pa, gjithë shka mirë në Kosovë, bra? Gjithë shka mirë. Po fajtona dhone me gjithë pjesë. Zotrimende, edhe një pyetje, qysh e ke kalu pjesën e rrethit, të shoqërisë, të fshatrave të rrethit ku ti, do me thonë një rritëve, ata e din që ti je i tyna, a kanë ndje ata krenari gjithmonë që e kanë pas një vedi? Edhe a e kanë shprej këto ndaj tyje? E kanë shprej që në shumë vene kur shkoj ose diçka kur takohen me njerëz, edhe njerëz, a i Trstenikut, me din e keni me Berishën, do thonë, po, njën krenar, do thonë, njën krenar gjithë, po, dhone, mas shumë t'i dua ta. Unë jam rrit, jam lind, jam rrit me ata njerëz. Me ata njerëz. Kur shkojnë Trstenikun e njëna fëmi, njëna kthejna në atë kohën e kalume. I du shumë krejt. A ty keni rreth, familjar? Po, pa i kemi kushërit, shoqërinë e ka të fshatit, do më thonë, unë nuk e më nalë vishë të kushërit, do më jam ma i gjanë. Ma i gjanë, mirë shumë, bukur shumë. Kënga e fundit që e ke realizu, titullohet? Bukurit vinë rënë me rënë. Bukurit vinë rënë me rënë. Këtu e kom fjallën të bukurit vinë rënë me rënë. E kom për vajzat e Podgurit, vajzat e Rrugovës dhe vajzat e Deçanit i kam cek pak ma, se sinqerisht nuk ka ma të bukra tjetër ka, adin janë të nga të bukra shqiptarët, po dyqysh që kjo pjesë i ka pak ma të mira. Okej. A mendon që ka më mirë prit mirë si krejt projektet e tua? Besoj që po. Besoj që është, kam shumë besim këtë kongë, është shumë e mirë. Në rregull. Zotrimedi, me pjesën e interpretimit të zërit në pjesën e
e performancave live në për dasma, në për angje, në për këto. A të kanë ndodhur ndonjëherë që ta kesh ndonjë problem, diçka, apo gjithmonë ke qenë Jo, s'kom pas problem. ashtu zë i mirë? S'kom pas problem, bile unë na kemi studio në Belgjikë, kur punoj me djalin, me Latin, na shta 1000 herë ma mirë, kënë jashtë studios këngët. Po. Unë e urrej playbackun, edhe nuk kur në jetën time s'kom dalë, s'kom shku dikun në playback, se gjithmonë jam maj mirë live se sa në studio. Në studio, okej. Po, kanga për mu bo, kanga për me duhet studio. Gjenerata e jote, këngëtarët e vjetër, që janë ata që jemi rritur me muzikët e tyre, që keni ju raportet e juaja në muzikë edhe a keni mbajtur një farë miqësie apo një raport kolegial kështu, edhe pas shumë viteve, edhe pse ju ka tretur ndoshta dikën në Gurbet, në Mergat, dikush në Kosovë, dikush, por në atë pjesën e bashkëpunimeve, keni qenë gjithmonë të hapur për njëri tjetrin? Realisht, kam kalu mirë me këtë generatat, unë do thonë se kam marrë më i rinë generatat e vjetra, i kom respektu, më kanë dasht shumë, do thonë këngëtarët e vjetër, tu fillu prej Bajrushit e Marashit e këtë këngëtarët, mas i ceku, do më thonë kanë respektu, dhe që kom qenë shumë marim, kanë respektu, kem pas miqësi shumë mirë me gjithë, kam me krejt këngëtarët e Kosovës kam miqësi, i du shumë, besa faleminderit për ty në gjithë flasin mirë, se më tregoj njerëzit se ka i herë ndodha kur flasin mirë, më të thonë ka folë kesh, po jo. Me ndru atë pjesën. Unë kom pas fat që unë jam rritë me Rifatin e me kongët e Rifatit, edhe kom marrë shumë për Rifatit, edhe unë kom marrë, jo të konga, po të mentaliteti kom marrë shumë për i ti. Të mentaliteti, edhe tash mbas kësaj periudhe ju arrini që t'jeni edhe zë i fuqishëm, edhe karakter i fuqishëm, por edhe njerëz që nuk ndoshta shpesh herë hezitojmë që edhe t'ju flasim në ndonjë rast, për shkak se keni mbajtur atë qëndrimin korrekt ndaj profesionit juaj. Kjo është merita më e madhe e juaja. Pa na jemi të thjeshtë, unë po flas për vetë, jam shumë më i thjeshtë se sa që mendojnë njerëzit. Unë kur dal qytet nuk ka shans, për shembull, kur dal rrugës ose diçka pa nal, mu fotografu dikush, mu përshëndet dikush, ka shoh që dove ju vje keq, zotëri me dhe ose bace me dhe ose a bën, po mos më thuaj a bën, unë jam i kënaqur, do të thonë, edhe gjatë krejt jetës same kom pas nëse më ka respektu dikush shumë, më me respektu edhe më shumë. Sa e dën, ajo është adhuru si ytja, ai ka qef më të pa, ka qef më fol, ka qef më të prek. Pikërisht ajo është ajo pjesë. Atëherë për fund të intervistës, diçka, një mesazh për të gjithë ata të cilët e duan muzikën tënde, e ndëgjojnë, por edhe për fundin e kësaj këngës që do ta ndëgjojmë krejt në fund, bukurinë të vinë rand me rand, ku edhe është realizuar prej Fontanës, edhe do ta ndjekim në fund të intervistës. Ku shpresoj që t'jetë mas pare Elshume tek ne. Patjetër, se Fontana. Atëherë edhe kemi me përformu. Edhe është përnu me Fontana. Diçka për fond, zotri Mende. Kisha pas një porosi, do më thonë, të zhandrat e muzikës, unë vetë jam në dasma popullore dhe shkoj shumë ma shumë kam popullore dasma dhe neja gazmende, se sa folklor. Po kisha pas shumë, ju thonë, këngëtarëve të ri, që kur e kënoni popullore, po kënoni edhe tallavaz, le të kënojnë çka dojnë. Po kur vjen te folklori duhet mu kënu folklor, do më thonë nuk bën mu përzi me kur gjë, folklori i ka rajt e veta, do më thonë folklorin le ta kënojnë tamam që shkënohet folklor. Unë mendoj që folklori është histori. Po është histori. Ajo çka ndryshon, ti e ndryshon veç histori. Është e parqyre. Unë gjatë luftës, unë jam qenë në luftë. Po. Gjatë luftës, kur vishin ushtarë, bilësat janë shumë dëshmorë, do më ata vishin me të iknu kongë tona, vishin me kongë tona, është histori. Na gjithmonë kemi bo thirrje për bashkim të popullit, edhe
kundër anëmikut i me kanë. Patyshim. Atëherë, nëse ndryshojnë folklorin, gjithmonë të jenë në kundërshtim me veten e tyre, pasi që të ndryshojnë edhe historinë e popullit. Isha konë shumë i ashpër në këta që për ndryshojnë folklorin, do të thonë që kishe po manol me modernizu, nuk është mirë, nuk banë më thonë që me kënu që folklorit banë më kënu veç me qifteri dhe me sharki ose jo, së është ashtu, kënuhet me harmonike, me violinë, defe, tarabuke, po kënuhet këngëtari kur e kënan, se muzika modernizohet pak, po këngëtari kur e kënan duhet me kënu me ditë fjallën që ka po thëtë, jo me kënu me i këthy ndoshta fjalën në... Krejt mrapsht, ka shumë që krejt mrapsht. Tu mënu më dëpërtu, nuk dëpërton ashtu. Folklorin duhet me rujt, me xhelozi. Me xhelozi duhet me rujt. Zotëri Medit, falenderoj jashtëzakonisht shumë që ke gjetur kohën që të ndajmë bashk një intervistë, ku në ndjeva shumë kënaqësi që të pata në studio. Edhe faleminderit shumë që ke pranuar ftesën time, faleminderit edhe që e ke nda këtë pjesë pavarësisht asaj agjendës tënde të ngjeshur që e ki me këngë, me videoklipe, me shumë çka, që të ndash një intervistë bashkë me mua në emisionin tim. Marikon, faleminderit juve, kënaqësia ishte imja që t'jam musafir juaj. Unë në radio televizionin Fontana unë ndihna si në shtëpitem, edhe ashtu jam si në shtëpitem, se unë bashkëpunimet më të mëdha i kam me Fontanën. Nuk po them që i kam edhe të mitë. Pikërisht. Unë të dëshiroj jashtëzakonisht shumë suksese. Po ashtu të dëshiroj suksese edhe në këngën e fundit e cilën e ke realizuar. Faleminderit shumë. Edhe videoklipe të njëpastjeshme. Shumë faleminderit. Shëndet të plotë, gjitha të mira ty dhe familjes. Edhe njëherë i përshëndesim gjithë teleshikuesit e radio televizionit Fontana, që një ndërta jam edhe vetë që nuk qoj pehesh në programin e mëngjesit bazit zesh, qona dhe në 2 mora, nuk u të bon 8 në shoj zeshen me një gu. Ashtu është ka dashamirës të emisionit të ti. I përshëndesim edhe teleshikues edhe këta në radio që ndëgjojnë. Pikërisht, edhe ne i përshëndesim gjithmonë ata të cilët i mbajnë emisionet e tona, pa shikueshmërinë, pa dëgjueshmërinë dhe pa ata të cilët e dojnë artin, pasi që tash ka dominu pak antivlera dhe i ka ra pak kësaj pjesës që ne shpalosim vlera tek shikuesit, por gjithmonë është ajo pjesa të cilët e ruajnë me krenari. Patjetër. Ka fillu pak mu këthy, se sinqerisht ashtu ka pa marrë hava antivlera për stepërme. Do thonë, po tash jo, tash pisho që po mundohen edhe do që zdin heq që kanë përqesh folklorin, edhe ne na kanë qyrë me një sy tjetër disa këngëtarë që në kanë, këta katonarë, këta këndojnë veç folklor. Tash pisho që në për sofra mundohen me bo sofra, nuk din me bo, po mundohen me bo, po ka fillu mu këthy. Ashtu ka fillu vlera, duhet më këthy dhe duhet më rujtë shumë. Por gjithashtu në dhe i falenderoj pashtu dhe gjithmonë artistët të cilët e vlerësojnë një intervistë dhe e respektojnë televizionin, moderatorin, sepse pa ju asona nuk mund të realizoj emision as diçka tillë. Asna pa ju. Edhe na sikur mos jeni ju që më naftu neve dhe më shpreh, që më pas që kam e jo dhanë shiquzve, edhe na pa juve zbanë. Kështu që faleminderit gjithë. Faleminderit shumë edhe ty për kohën tënde. Miqtë të dashur, krejt në fund do ta përcjellim edhe videoklipin më të ri të realizuar të Zotrit Meti, që është realizuar nga Fontana Production. Një këngë shumë e bukur, me një realizim të një videoklipi mjaft të bukur, ku besoj që do të jetë shumë e dashur dhe shumë e dëgjuar prej juve. Faleminderit shumë që ishit sonte me ne, që ndam shumë çka me Zotrin Medi. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, për kohën tuaj dhe mirë takofshim në emisionet e radhës. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.
ti u shkoll si vale trinit. Këto janë shqipat, të duka gjinit. Rritin e rëpishën atë pjesën nën, I lumi a I qëtë kona fok, janë malësore me një holla. Shtu I ka, që I ka të rrugova. I ka falë zoti për qefti djali, shtatë bëj